di, po me që më ndihmon. Po për ushqim? E blen apo? Ja, krejt i keme na tuktune 3 vllazë që jemi, kemi edhe tek tjerë në vatë aty, në sistem Tradoniqit. Janë edhe marrë me qesim edhe ja 5 hektarë, janë ja 15 hektarë që i bëj ade tamam mjaftojnë për ushqime për tana çka në vitën për lopë mia tamam. Për momentin është shumë mirë, është 46 cent, e kam mesatare ditë, e kam domethënë 250 litë dhe 300 e kam mesatare në ditë. Mirë është, i kaloj tana, kalon edhe punëtori me çet pagë, edhe jetë një përfitim shumë i mirë. Jo i mirë, por në ekstrem mirë është. Domethënë edhe bëhet grumbullimi mas mromi që shiten bikët në vjesht, mesin dhe ta për majmëri që janë ja 15 copa, edhe aty jetë një përfitim bukur i mirë, vish, alhamdulillah nuk o keq. Mirë, me angazhimin e familjes dhe që to është shumë mirë. Çfarë race është? Mas shumë të janë race mobiliare lopë qëmshtore, edhe viqet janë simentalla pak ma shumë, si veti i bashkësaj po për mish ade e dalë pak ma të majma, dhe për majmëriju jam pak ma të mirë. Po sa shkon në shtatçmimi të majmëria, do të thonë me shit një veç apo? Me të drejtën tash për momentin nuk o keq. Edhe ka ndryshuar vit pas vite. Po unë të ceka edhe ma herët për shkak kur akon pandemia, akon me 2 herë, 30 ke marrë mish viqit ose mish bikit dhe 2 gjys, tash është 4, dhe 4-30, që ka mesatarja e viqit